Albania 2.0 është platforma më e re e cila do të mundësojë përdorim më të lehtë për qytetarët, përfshirë edhe për personat me aftësi të kufizuar. Lajmi është bërë me dije nga kryeministri Edi Rama, i cili e konsideroi këtë platformë si një hap të ri në transformimin digjital të shërbimeve publike në vend. Përmes një postimi në Facebook, kreu i qeverisë thotë se kjo platformë është ndërtuar me një teknologji të avancuar dhe me standarde moderne të performancës, me qëllim ofrimin e një eksperiencë më të shpejtë për qytetarët dhe bizneset. Në postimin e tij shkruan: "Një hap i ri në transformimin digjital të shërbimeve publike në Shqipëri. Platforma e re vjen e ridizenjuar mbi një infrastrukturë të rëndësishme të modernizuar për të ofruar një eksperiencë më të shpejtë për qytetarët dhe bizneset. E ndërtuar me teknologji të avancuar dhe standarde moderne të performancës, Albania 2.0, performanca sjell një nivel të ri aksesueshmërie dhe gjithëpërfshirjeje, duke mundësuar përdorim më të lehtë edhe për personat me aftësi të kufizuar, në funksion të një shërbimi publik digjital pa barriera dhe të barabartë për të gjithë."